Në këtë edicion do të ndiqni. Dinarama, 100 deri në 150 grau strehuan brenda vitit 2025 në strehimorin Shtëpia e Sigurt në Gjakov. Kapiten Sahaçia, mjegulla dhe temperaturat e ulta vështirësojnë trafikun rrugor. Shtegu i ndriçimit në Gjakov do të mbahet me 21 dhjetor. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Për 16 ditë rresht në nivel vendi është folur për parandalimin e dhunës në kuadër të 16 ditësh të aktivizimit kundër dhunës në baza gjinore. Erblina Dinarama, drejtoresh në Shtëpinë e Sigurt në Gjakov, përderisa ka folur për ecurinë e aktiviteteve, vuri theksin edhe të nevoja për të rritur edhe më shumë ndërgjegjësimin për të parandaluar këtë fenomen. Në kuadër të fushatës 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore, e cila u zhvillua në gjithë globin nga 25 nëntori deri më 10 dhjetor, drejtoresha e strehimores Shtëpia e Sigurt Erblina Dinarama thotë se edhe pse fushatat e kësaj periudhe janë të rëndësishme, puna për vetëdijesimin e grave dhe vajzave duhet të vazhdojë gjatë gjithë vitit. Kjo pasi raportimi i dhunës mbetet ende një sfidë, pavarësisht shërbimeve që ofrojnë institucionet dhe strehimorët. Patjetër që është shumë e nevojshme të mbahen fushatat, sidomos kjo 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës në bazë gjinore, e cila ka filluar me 25 nëntor në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe përfundon me 10 dhjetor në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Nuk është e mjaftueshme 16 ditë, unë mendoj që gjatë gjithë vitit ne punojmë dhe angazhohemi që të ngrisim vetdijen edhe e grave dhe vajzave në veçanti për të raportuar dhunën, për shërbimet të cilat i ofrojnë institucionet tona, mirë dhe shërbimet që ofron strehimorja. Kështu që është më së nevojshme që ende të punojmë në fushën e parandalimit, për arsye që nëse ne parandalojmë një të keqe, atëherë nuk do të na vinë edhe rastet, nuk do të rriten numri i rasteve. Sipas saj, numri i rasteve që kërkojnë strehim në strehimoren e Gjakovës mbetet pothuajse i njëjtë vit pas viti. Mesatarisht 100 deri në 150 gra strehohen çdo vit në këtë institucion, ndërsa edhe gjatë këtij viti situata ka qenë e ngjeshme, u shpreh Dinarama. Viteve të fundit kemi qëndron domethënë pak a shumë numri i njëjtë i rasteve të cilat vinë dhe kërkojnë shërbime tek ne, kështu që kemi një mesatare rreth 140-50 raste në vit që ne i strehojmë gjatë vitit, kështu që edhe këtë vit është pak a shumë i njëjtë, situata qëndron njëjtë edhe me raportim edhe me ofrimin e shërbimeve në strehimore. Dinarama nënvizon se puna në fushën e parandalimit është thelbësore, sepse vetëm përmes ndërgjegjësimit të vazhdueshëm mund të ulet numri i rasteve të dhunës. Po shpresojmë dhe po punojmë prapë në fushën e parandalimit, domethënë, sepse normalisht që parandalimi çon në uljen e numrit të rasteve të raportuara. Mirëpo unë mendoj që dhuna ekziston në familjet e Republikës së Kosovës, kështu që unë mendoj që numri kishte qenë edhe më i lartë nëse do të kishim edhe raportim më të madh. Mirëpo ne prapë po flas që është mirë të punojmë të ngrisim vetdijen e qytetarëve që ta raportojnë dhunën. Programet shkollore për të parandaluar dhunën, reduktimi i përdorimit të rrezikshëm të alkoolit, ndryshimi i normave sociale dhe kulturore përmes edukimit dhe rritjes së ndërgjegjësimit, si dhe ndërhyrja të fëmijët e keqtrajtuar për të shmangur përfshirjen e tyre më vonë në dhunë, janë disa nga faktorët që mund të reduktojnë dhunën ndaj grave. Mjegulla e dendur ditëve të fundit ka bërë që policia të ngrisë alarm për kujdes më të shtuar nga ana e ngasësve në komunikacionin rrugor. Albin Sahaçia thotë se krahas nevojës së domosdoshme për pajisje dimrore në vetur, ngasësit duhet të tregojnë kujdes të shtuar në trafik, pasi mjegulla dhe temperaturat e larta vështirësojnë dukshëm qarkullimin.
Mjegulla e dendur gjatë ditëve të fundit ka bërë që policia e Kosovës të apelojë te ngasësit për kujdes më të shtuar. Kapiten Albin Saatçia thot se temperaturat të ulta dhe mjegulla vështirësojnë dukshëm trafikun rrugor. Duke marrë parasysh se kemi hyrë në sezonën dimërore, andaj kemi edhe ndryshim të kushteve të rrugës dhe temperaturave të ulta. Si shihet edhe këto ditë të fundit kemi edhe mjegull, andaj ku të ka edhe mjegull vështirësohet edhe trafiku rrugor. Kapiten Saatçia gjithashtu përmes këtij prononcimi ju rikujtoi edhe ngasësve disa nga veprimet që duhet i marrin gjatë qarkullimit në komunikacionin rrugor. Çdo drejtues i mjetit duhet të jetë i kujdesshëm gjatë ngasjes, sidomos kur kemi mjegull, kur kushtet atmosferike janë jo të mira, duhet ta respektoj shpejtësinë e lëvizjes, duhet ta mbaj anën e djathtë të rrugës, duhet ta mbaj distancën e duhur dhe gjatë ngasjes të mjetit të tij, gjatë mjegullës duhet i përdor dritat e shkurta. Pra në asnjë mënyrë nuk duhet të përdoren dritat e gjata. Pajisjet dimrore në vetur janë të domosdoshme, shtoi Saatçia. Kohëve të fundit ka një rritje të vetëdijes së ngasësve për të qenë të pajisur me kohë, por për ata që ende nuk janë pajisur do të ketë ndëshkime. Do t'i marrim edhe masat ndëshkuese ndaj atyre drejtuesve motorrek të cilët nuk janë të pajisur me pajisje dimrore, sidomos me gomat të dimrit. Nëse një drejtues i mjetit motorik del në mënyrë të papërgjeshme në trafikun rrugor, domethënë jo i përgatitur, atëherë ne do ta dërgojmë automjet në shiqim të jashtëzakonshëm teknik. Mjegulla mund të krijojë një iluzion optik dhe t'i bëjë shoferët të mendojnë se po shkojnë më ngadalë se që janë, prandaj vëmendja duhet të jetë shtuar, thuhet ndër të tjera në apelin e policisë drejtuar ngasësve në komunikacion. Në një pjesë të qytetit, saktësisht në afërsi të kullës së Sulejman Vokshit, prej disa ditësh ka rrjedhje të kanalizimit, duke përfshirë edhe një pjesë të rrugës në këtë zonë. Ky problem infrastrukturor po shqetëson kalimtarët, për të cilët prapa kamerës kërkuan ndërhyrje urgjente të institucioneve me qëllim të parandalimit të ndonjë infeksioni të mundshëm. Kjo që shihni në pamje janë ujëra të zeza që derdhen çdo ditë dhe mbushin rrugën në afërsi të kullës së Sulejman Vokshit. Temej tepër ushtrie, ato janë të përhapura nëpër rrugë dhe gjithë kjo zonë vije erë shumë të rëndë për shkak të tyre, pa përjashtuar faktin e rrezikut të madh që paraqesin për shëndetin e të gjithë kalimtarëve, si dhe fëmijëve të shumtë që vjojnë mësimin në shkollën e muzikës Frenk Jakova, që ndodhet aty pranë. Televizioni Syri, jo zyrtarisht ka mosuar se disa objekte të ndërtuara në këtë pjesë kanë futur gypat e kanalizimit pa kushte dhe leje të rregullta, dhe për këtë arsye gjendja ka mbetur e njëjtë për muaj të tërë, pa ndërhyr askush. Sipas banorëve, të cilët nuk pranuan të flasin para kamerës, ujërat e kanalizimit po dalin në sipërfaqe tash e më shumë se 4 muaj. Ne kemi kërkuar përgjigje nga komuna e Gjakovës për këtë çështje, por deri në transmetimin e materialit nuk kemi arritur ta sigurojmë. Përgjatë gjithë mandatit të saj, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka furnizuar QKMF-n dhe spitalet regionale me 40 autoambulanca. E nga ky numër këto ditë pritet të shpërndahen edhe 8 të tjera. Këtë radhë përfituese është edhe qendra kryesore e mjekësisë familjare në Gjakovë. Mbi 40 autoambulanca të reja janë siguruar nga Ministria e Shëndetësisë në Kosovë gjatë këtij mandati. Të gjitha autoambulancat janë të pajisura me pajisje emergjente, të cilat do të përmirësojnë dukshëm shërbimet emergjente. Ekzona Zemi, shefi i kabinetit në Ministrinë e Shëndetësisë, në një lidhje virtuale i ka puhuar syrit se Ministria e Shëndetësisë, krahas këtyre ambulancave, ka siguruar edhe 22 automjete të tjera për programet të kujdesit paliativ dhe programet e vizitave në shtëpi. Ministria e Shëndetësisë gjatë këtij mandati ka furnizuar me mbi 40 ambulanca që janë shpërndarë në për gjitha komunat, dhe gjitha këto ambulanca shërbejnë dhe janë të furnizuara me pajisjet dhe shërbimet emergjente që duhet i ketë pra një autoambulancë. Po ashtu, Ministria e Shëndetësisë ka furnizuar me autoambulanca edhe për programet e saj si
vaksinimi përmes zinxhirit ftoft. Janë 22 automjete me të cilat në shumicën ndërmuese të komunave, pra përveç vaksinimit me këto automjete sigurohet edhe programi për vizitat e nënave me fëmijë për kujdesin paliativ, që është një program që ka nisur nëpër komunat e vendit për herë të parë gjatë këtyre viteve. Tutje Azemi shtoi se Gjakova ka qenë një nga prioritetet e ministrisë në këto projekte, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë shpërndarjes. Edhe në spitalin e Gjakovës, edhe në QKMF të Gjakovës, Ministria e Shëndetësisë i ka kushtuar një vëmendje të veçantë sigurimit shërbimeve në këtë qytet dhe jo vetëm. Lirësht mund ta them se në Gjakovë Ministria e Shëndetësisë ka pas një theks më të veçantë investime, karshie dhe kërkesave dhe nevojave të qendrave të mjekërisë familjare, spitaleve rajonale. Nga 40 ambulancat e siguruara në këtë mandat, 8 prej tyre do të shpërndahen së shpejti e që sipas Azemit, edhe Gjakova është përfituese njërës prej tyre, duke lënë të kuptojmë se shpërndarja është bërë bazuar në disa kritere. Kriteret mbi të cilat vendoset pra se cila komunë tjetë përfituese është normalisht numri i banorëve, pra në bazë të numrit banorëve në për komuna, është specifika se si edhe duhet jetë shpërndarja e tyre. Ne kemi respektuar këto parime universale, pra që vlejnë të gjitha vendet antaret në organizatën botërore të shëndetësisë. Flota e shpërndarjes së këtyre ambulancave është një mundësi e mirë që personeli i urgjencës të mbërrisë sa më shpejt të pacientët. Rezultatet e pasakta të analizave janë shumë të rrezikshme dhe të njëjtat mund të krijojnë probleme të mëdha. Kështu është shprehur specialistja e biokimisë klinike Valbona Dedaj Prendi. Ajo madje ka folur edhe për mënyrën e shmangjes së këtyre situatave. Ndjekim kronikën. E kryeni një punë shumë të rëndësishme. Rezultatet e pasakta të analizave janë shumë të rrezikshme dhe të njëjtat mund të krijojnë probleme të mëdha. Specialistja e biokimisë klinike doktoresha Valbona Dedaj Prendi është shprehur se në rezultatet e pasakta interferojnë 3 faza të procesit analitik, duke dhënë detaje për këto faza. Në rezultatet e pasakta na interferojnë 3 faza të procesit analitik, siç janë faza preanalitike, analitike dhe postanalitike. Do të thotë unë vetëm sa ceka fazën preanalitike, gjitha ata faktorë ndikojnë që një rezultat mos të jetë i saktë. Pastaj është faza analitike, që është marrja në mënyrë jo të duhur e mostrës, ndrimi i identitetit, shembull ndrimi i mostrës. Pastaj është përzierja e vrullshme që mund të na shkaktojë hemolizë. Pastaj është kontrolli dhe kalibrimi jo i rregullt i parametrit i aparatit biokimik. Do të thonë janë një sër faktorësh edhe analitik që ndikojnë që një rezultat mos të jetë i saktë. Pastaj janë edhe faza postanalitike që ka të bëjë me interpretimin jo të saktë të rezultatit, ndrimin e rezultatit e tjera. Do të thotë gjitha këto faktorë bëjnë që një rezultat mos të jetë i saktë. Specialistja e biokimisë klinike ka shtuar se shumica e gabimeve laboratorike ndodhin nga përgatitja jo e mirë e pacientit për realizimin e testeve laboratorike. Shumica e gabimeve laboratorike ndodhin pikërisht nga përgatitja jo e denjë e pacientit për realizimin e testeve laboratorike. Këtu vlen të theksohet fakti se 70% e gabimeve ndodhen këtë fazë. Për këtë arsye, pacientët duhet jenë sa më të përgatitur, qoftë me ushqim edhe me gjendje fizike dhe psiqike, do të thonë gjitha aspektet ndikojnë në realizimin e parametrave biokimik. Specialistja Dedaj Prendi ka treguar se si duhet të përgatitet pacienti para realizimit të testeve laboratorike në mënyrë që të shmangen rezultatet e pasakta. Pacienti duhet të jetë esull, do të thotë 8 deri në 12 orë para realizimit e parametrave laboratorik, nuk duhet ngrënë ushqim përveç ujë, pastaj nuk duhet të ketë ngarkesë të rënda fizike, sepse edhe këtu ngarkesa na bëjnë që të rrisen disa enzimat të cilat dalin rrejshëm pozitiv në mostër, siç janë laktat dehidrogenaza dhe kreatin kinaza.
Pastaj këtu interferon edhe përdorimi i alkoolit, përdorimi i duhanit, mandej edhe gjendja psiqike, sigurisht një pacient jo i qetë, prap kemi interferenca në rezultat. Pastaj kemi interferencën e medikamenteve, çdo medikament ose supliment i marrur na ndikon sigurisht në parametrat laboratorik. Tutje specialistja e biokimisë klinike Deta i Prendi është shprehur se pacienti duhet të jetë i hapur me laborantin apo mjekun specialist në mënyrë që faktorë të ndryshëm të dëmshëm të mos interferojnë në rezultatet e analizave. Vlerë madhe prognostike të posalindurit. Me 21 dhjetor mbahet edicioni i 3 Shtegu i ndriçimit. Ky aktivitet ka karakter rekreativ në të cilën do të marrin pjesë garues nga Kosova e Shqipëria. Aktiviteti mbahet në vigjilje të Krishtlindjeve, duke ofruar një mundësi më të mirë për komunitetin e vrapuesve. Me datën 21 dhjetor organizohet edicioni i 3 i Shteku të ndriçimit, një vrapim festiv që këtë vit vjen në një shteg të ri. Organizatorët thonë se ideja kryesore është promovimi i ndriçimit të fundvitit në qytet, që si vjet ka një lokacion tjetër nga viti i kaluar. Si vjet e kim bon ndryshimin e shtegut, si vjet kina me nis prej Kishna not, vazhdu ka rruga Boja Roka, tranziti vjetër edhe vjen përfundon të në park qytetit, të të shtëpizat ku përmbohen që mramje festive. Starti i vrapimit është në ora 4 masdite dilën. Si vjet e kemi nuk ka karakter garus, që kemi vrapim qefit, mas shumë të mos synimi është kone me bëj fest këtu në mramje, në finish, krejt është 6 kilometra, ku mrena një orë besoj se kryet e krejt aktiviteti. Në këtë ngjarje rekreative pritet të marrin pjesë vrapues të shumt nga Kosova e Shqipëria. Kemi një 92 pjesëmarrës deri tash, edhe këtu statistikat 27 vrapuesi kemi prej Gjakovës, prej Gjilonit janë një 10, Prishtinës një 12, Kotpejës, Suarekës, kemi çak edhe prej Preshevës që po vinë, prej Shkodrës, prej Ulqinit, këtë vendeve tjera për rreth, ka më bo besoj një super atmosferë. Kanë marru numrat se është event pa pagesë edhe çka që pa të mundësi me prit njerëz, o konë regjistrimi i hapën një muaj e sa, po tash veç presim me fillu eventin, kush don me pa ose me marr pjesë pa numër janë të mirë se ardhën. Aktiviteti nuk ka karakter garues, por rekreativ me qëllim që qyteti të ketë më shumë dritë për festat e fundvitit dhe të krijojë një atmosferë të ngrohtë për të gjithë qytetarët. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Dinarama, 100 deri në 150 grau strehuan brenda vitit 2025 në strehimorin Shtëpia e Sigurt në Gjakov. Kapiten Sahaçia, mjegulla dhe temperaturat e ulta vështirësojnë trafikun rrugor. Shtegu i ndriçimit në Gjakov do të mbahet me 21 dhjetor. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.